Ashtu shkua edhe për bisedën e parë në studio, ku të ftuar e kemi Avnin Uhiun nga Federata e Ciklizmit të Kosovës. Me të flasim më shumë për aktivitetet e kësaj federate, gjithashtu edhe për ciklizmin në Kosovë, edhe për shtigjet që janë në Prishtinë dhe në qytetet e tjera. Për më shumë, unë e kam të ftuar zotrin Uhiun dhe i them mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë edhe juve që keni ardhur sot. Qysh jeni? Që shpejtë në fund? Po mundohemi me bo mirë, sot kishte qenë ftoft me orë se afër tu me bicikletë, kur del koha verës, kur tu më bani ftesë vi me bicikletë. Okej, jeni ciklist i rregull, ta? Po mundohemi, mas jemi qatë profesion. Po tashmë veç kemi hynë pranverë, në stinën e pranverës, kështu, po halja nuk po na qëndron muti shumë i mirë. Besoj së shpejti do të rregullohet. Po pëse edhe ju aktivitetet i keni luan edhe me federat edhe me ciklist pakës më vonë kur të është edhe muti ma i mirë? Po, ne si federat kemi përpilu edhe kalendarin e gara, ku gara e parë do tjetë me 5 prill në Kamenic. E falenderojmë klubin e ciklizmit Dardana, e cili ka marrë përsi për të organizoj këtë garë. Dhe ne këtë vit besojmë, si pas kalendarit, kemi minimum 15 gara ose 16 në nivel kombëtar brenda Kosovës. Por edhe kemi edhe 2 gara ndërkombëtare, kampionati Ballkanik dhe ai Tour of Kosova, që është tradicionale për pas luftës që 26 vite vetëm për shkaqe të pandemisë, atëherë nuk është mbajtur në vitin 2020. Dhe kjo aktivitet, kjo event ndërkombëtar është edhe në kalendarin botëror të ciklizmit, ku ka mundësi të vinë shumë ekipe ndërkombëtare, ku edhe vitin kaluar kanë qenë mbi 15 ekipe. Dhe Kosova po hecë hapa sigurt nga dalë, por shumë sigurt, dhe në presin shumë aktivitete në të ardhmen, por edhe këtë vit, ku mendojmë që me aktivitetin e kampionatit Ballkanik të hapën mundësi që të tregojmë se ne jemi në nivel shtetëror të barabartë me shtetet fëqinje. Zotrin Uhiun, masi që dhe po i përmen kampionati Kosovës dhe Ballkanik që kanë me umbajt, për dalim e pak edhe tek ciklistët, kemi mjaft ciklist në Kosovë? Të them drejtën, për aktivitete rekreative nuk ka shtëpi që nuk ka bicikletë. Por në aktivitetet sportive është një trend i ngadalt, ndoshta edhe duke rënë në gjitha sportet, kur kemi bërë si Komitet Olimpik disa statistika, ku mendojmë që të shikohet mundësia pse ku është mangësia, por duhet që aktivitetet sportive në për shkolla të zhvillohet pak më shumë dhe të futen në kurikula dhe kjo pjesë edhe ciklizmit, pse jo. Kur ka qenë më herët në ish Jugosllavi, dikush kush ka qenë më i vjetër BAT, kemi mësu bazët arsimit teknik, ku është të marrë dhe çështje natë ku orar, apo në ditë mësimore është punu edhe me bicikletat pani. Dhe unë mendojmë që këtë vit të kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me Federatën e Sportit Shkollor, ku edhe kemi filluar të përgatitim me një marrëveshje memorandumi që të zhvillojmë aktivitetet brenda shkollave të Kosovës, gjithsesi aty ku janë klubet, dhe të zbulohet ose të kapë ndonjë talent që ta ketë ardhmen më të sigurt, sepse ne dihet aktivitetet sportive janë rregulluar edhe me ligj, kur ka medalje olimpike, botërore, europiane apo mezetare, apo edhe ballkanike, ka disa subvencione ka gjatë mira ku nuk janë edhe në Ballkan, për pagesa. Dhe mendojmë që këto të punojmë së bashku. Unë i falenderoj stafin e federatës, cilën na ka gjetë mundësinë, ne ka dhënë lirinë që të kemi durshlir që ekipet tona, klubet tona të jenë më të angazhuara, por mos harrojmë gjithmonë duke falenderuar ministrinë e cili na mbështet në gjitha aktivitetet, dhe ne me të vërtetë jemi shumë të kënaqur edhe me ministrinë e Kosovës gjithsesi sportit. Po besoj që mbështetja e vazhdueshme ka qenë komunës, ministrisë? Komunës deri diku, po fletë për Prishtinën, apo?
për Prishtinën apo edhe për qytetet tjera? Po aty ku ka klube, aty ka subvencionohen klubet dhe pas subvencionimin e klube nuk ka mundësi edhe federatat të hecë përpara. Dhe këto klube që janë pjesë e federatës ku ndërto janë nën klube të licencuara në federat dhe aktiviteti tyne është shumë i mirë dhe ne i falenderojmë po gjithmonë bashkëpunim me federatën, por duke i falenderuar gjithmonë edhe policinë e Kosovës, sepse në rrugë kemi shtigjet bicikletat të cilën ndoshta nuk janë të rregulluara, por edhe pasiguri ku ne pas sigurinë edhe të policisë është probleme të mbahet një aktivitet sportiv, gjithsesi për ciklizëm. Po, Zotrinja, mas e qeni pjesë e federatës, çfarë moshe duhet me fillu një ciklist, edhe ndoshta me u bashku federatës, pastaj që me u bën një ciklist profesional? Mendojmë mosha më e mirë është 12-13 vjeçare. Aty zbulohet talenti dhe pastaj klubet duhet punojnë edhe ta përgatitin për federat, sepse kjo është sport individual, nuk ka mundësi të jetë një ekip shumë e mirë, por një sportist individual ka mundësi të jetë shumë i mirë. Dhe ka në Kosovë talent cilët janë perspektivë për të ardhmen. Unë e kam djallin 3 vjeqë dhe i gro shumë mirë bicikletës, po bicikletës balancuse, që është pa pedale, që po e shojmë shtash në ekran edhe një video të ti në një prej paqeve të Prishtinës, në Tokbash është kjo, po që edhe i kam su këto tash me ullshu prej nalë dhe i poshtë, a pe pranë në federat për i staj moshës. Një se vjen, unë kom dëgju që edhe bashkëshortin e ke pasën. A bashkëshortin e kam su. Me ciklizëm. Jo, la bashkëshorti ma shumë. Unë ma jëm tutë si kënojna që shenë, o mësë për zota, diçka. Përveç këto probleme, dhe unë i kam djallin e vlot, po gratë tona kam probleme si e vlade. Ama e kom po që edhe mërzu nuk bëhet urgjë, për derisa i kanë pajisjet mbrojtëse, helmetën, edhe bile helmetën me pas në kokë, po edhe nëse rëzohen nuk është që... Obligativ është helmeta, por fatkesisht du të ndahet, për shembull bicikleta malore dhe bicikleta BMX kanë pajisje për mbrojtëse, por bicikleta tërgore nuk kanë pajisje për mbrojtëse përveç helmetës. Edhe është një rrezikshmëri se ndoshta shpejtësia zhvillohet me 70 km/h. Dhe një aksident i vogël është me fraktura, është shumë problem. Dhe kështu ka ndodhur me shumë ciklistë të cilët kanë pas probleme dhe ndoshta po shtyjnë probleme dhe kanë ndaluar mos më mirë me bicikletë. Është sport shumë i rëndë, do të përgatitje të mirë fizike dhe A ju ka ndodhur juve ndonjëherë me pas ndonjë aksident me bicikletë shumë u lëndua diçka? Po, shumë herë, jo një herë, shumë herë. Po unë këtu e kom pas edhe djallin shumë të lëndume dhe shumë ciklistë tjerë të mirë. Sigurisht ne kemi marrë për herë parë në pjesë me lorët olimpike 2016 ku ka marrë pjesë edhe ciklisti Qëndrim Guri dhe ai ka pas një aksident shumë të rëndë në Rio. Dhe ka pas thyrje të dhëmbëve, pastaj probleme shëndetësore ka gjatë moja, por gradualisht ne falenderojmë mjekësinë në Brazil i cili ka nejtë shumë afër dhe ne edhe Komiteti Olimpik i Kosovës dhe me të vërtet ka qenë një mërzitje ka gjë e madhe në atë kohë. Pastaj shumë sportista nivel është pa orzu, s'ka mundësi më mësu dhe më bë sportist i mirë, biciklist i mirë. A është vështirë rikuperimi, mandej, për shembull nëse lëndohesh një herë? Gërvishjet janë normale, po, frakturat ditë. Mas shumti që thehet është klavikula. Klavikula gjatë ramjes janë 99% aksidenteve janë frakturat të klavikulës. Dhe pastaj minimumi një muj ditë, një muj e gjysë deri në rikuperim, deri në rehabilitimi, po besojmë që edhe që mos të kenë kur aksidente, me të vërtetë sport i rëndë. Edhe i përgatitje fizike, po dhe e rrezikshëm. Po që shpo e përmend që për një man duhet me pas gjithmonë shumë kujdese, gjithashtu edhe pajisjet. Po, edhe pajisjet. So, jemi na si popull që i respektojmë, për shembull, këto pajisjet me pas me vete, qoftë helmetën, qoftë mjetët tjera mbrojtëse. Se unë për shembull shoh edhe në për qytet shumë shpesh që edhe pa helmet fare vëzisin bicikletën. Këto policia e rendit do të mirë masa,
sa i përket çështjeve rekreative ose sepse bicikleta është edhe një mjet transporti, një mjet i cili është familjar, por sa i përket sportit e kemi të ndaluar pa helmet. Ai sportist që nuk e ka helmetin nuk ka mundësi me zhvillu garën. Dhe mbrapa asnjë event pa ato ambulancë nuk fillon gara. Është prioritare të dy. Pa siguri s'kemi mundësi të zhvillojmë sportin. Kjo dhe janë shumë prioritare dhe shumë është më rëndësi kjo. Po për shembull, sa janë të informuar kështu për këto siguri? Çdo aktivitet, çdo informat ne e shfaqim edhe në Facebook edhe në një ditë dy përpara që do të mbyllet ai shtek, pastaj është siguria të ketë helmetën, por të gjithë trajnerët edhe klubet e dinë që pa helmet, pa përgatitje të sigurisë personale nuk ka mundësi të jetë pjesë, po të jetë edhe më i miri sportist. Ju jetoni në Ferizaj, ndërkaq po e krahasojmë pak ndoshta edhe qytetet e tjera, Prishtinën me qytetet e tjera, sa i përket shtigjeve të biçikletës, sa kemi mjaft shtigje dhe sa janë të sigurta për ciklistët në Kosovë? Tu ja fillu prej kryeqytetit e deri tek qytetet e tjera. Pyetje me vend, mundna me ndalu me regjione, për shembull komuna e Prishtinës ka fillu të rregulloj kryetari përparim Roma, të rregulloj disa shtigje, po për komunën e Prishtinës është pak dhe a ka mundësi që qytetarët të kenë në shtegun edhe të vozitin në Prishtinë. Kisha thonë jo, sepse pozita geografike e Prishtinës është val-val, malore, nuk ka shumë rrafsh kur ta krahasojmë me Ferizajin. Ferizaj ka fillu shtigjet kryetari Gjemaliu, i cili është një njeri shumë i respektueshëm, ka bërë shtigje ka gjatëmohen mbi 13 kilometra në një shtek. Dhe unë mendojmë që ashtu edhe Gjakova, sepse janë qytete të rrafshta, po edhe Fushë Kosova. Dhe dallimi i këtyre vendeve ndallon për shtigje ndoshta të bicikletë, edhe pse ndoshta ka mundësi. Por është më e rëndë pak vozitja në Prishtinë, po pasioni i qytetarëve nuk po ndalet dhe ne veç kemi filluar të bëjmë një masovizim të jashtëzakonshëm këto 3 vitet e fundit, por në kohën më shumë ka filluar në kohën e pandemisë, ku të gjithë kemi qenë në bicikleta. Dhe mbi gjitha kjo tregon edhe një kulturë, por edhe pjesë e shëndetit trupit njerit. Bicikleta është shkencëtar, si tham unë, po kanë thonë të gjithë, që bicikleta është ilaç për shëndetin. Dhe besoni, në 100 kilometra i ki ndoshta 2-3 klimat të ndryshme. Në Ferizaj ndoshta është dielli, kur vish në Prishtinë është shi. Llogaritet e çfarë kohë ndryshimit me bicikletë. Dhe 40 kilometra nuk janë pak për një qytetar në rëndomt me vozit bicikletën çdo ditë. Po besoj ju mas mirë të keni vrejt në shëndetin e juaj, se çysh ndikon bicikleta në shëndetin fizik, por edhe mendor. Dyat, unë për shembull mosha ime kur unë voziti bicikletën, por shkaqe që jemi angazhuar çështja e biznesit, pastaj federata përgatitja për kampionatin ballkanik edhe 2 muaj gati fillon. Pak edhe koha mirë, po ne kemi edhe pajisjet brenda indoor training që thonë, dhe ai që don ka mundësi të jetë pasionat, të jetë fit, po edhe të ketë mundësinë. Nuk janë pjesë, nuk ka mundësi të jenë shumë shtrenjtë ata. Sot gjenë një roller për ushtrime me 30-40 euro. Dhe këto kushte kanë mundësi njerëzit të kenë, por besoni që u rrit me të madhe interesimi. Dhe vullneti. Po gjithmonë duhet me ndalë edhe tek komunikacioni, trafiku, gjithashtu edhe shoferët veturave, që pak a shumë tashmë po më duket që ja ka nisur dhe me pas kujdes ma shumë se shtu ndoshta edhe numri i ciklistëve. Është shumë interesant. Unë prej vitit 99 mirë me ciklizëm. E kam profesion familjar, por zyrtarisht, profesionalisht në ciklizëm, në aktivitetet sportive. Besoni shumë probleme kemi pasur deri viteve 2017-18. Mediat kanë bërë shumë
një punë të madhe, të jashtëzakonshme. Policia e Kosovës, shkresa zyrtare në për media, po edhe ne si federat, beso kënë bo një kulturë të jashtëzakonshme e vozitësve vetura. O shumë interesant që farë ndryshimi o bo për të mirë. Dhe unë me të vërteti falenderoj shumë, sepse një jetë e një ciklisti, pa më parasysh është profesionist, apo është qytetar, s'kem që të theme, është me vlerë. Kjo po besoj që është bo ma shumë është tu kujdesi për shkak edhe të numrit të ciklistëve që janë rritë më shumë dër vite, është shtu edhe interesimi për biciklet, edhe ndoshta këtu e kam parasysh pastaj. Po, ndëgjoni, klubet janë, ne kërë është fillu federata, ka fillu me 5 klube. Dhe ne kemi qenë 11 klube, mirë po shka që të kushteve financiare janë byllë disa klube dhe tash për momentin si thash më herët, janë 9. Por 9 në region të regojnë se cili ekipi ka minimumi ka 7-8 cikliste dhe kur dolin në rrugë, rritët siguria dhe njerëzit kur të shohen një seriozitet të ti ekipës, shirë që edhe shoferi i veturës do të jetë më përgjegjës gjatë vozitjes bicikletës. Ne, kur të bëjmë statistikën në region, nuk kemi shumë, fatkesisht në Prizren para 3 dite, një qoneri ka vdek me biciklet, ishte për një ngushëllimi familjes ti, por këto janë pjesë të jetës të cilën ndodhin edhe fatkesisht po ndodhin, por kur të bëhet një statistikë, ne jemi shumë pak me aksidente të bicikletave me fatalitet në Kosovë, sa janë me vetura fataliteti. është rritë vedisimi. Ne kemi pasën probleme kur ka ndodhë mrena viti, kanë ndek 5-6 ciklist dhe tash vje keq, po nuk është mirë asë një, po gradualisht vedisimi veç ka fillu të rritët. Sensibilizimi më shumë të i juaj gjitha medjave të cilën unë i falenderoj shumë, që është pjesë e jonja dhe institucionit për Federatës Ciklizmit. Dërsa më ndalemi po foljem pak edhe për kampionatin Ballkanik që përmendat. Çfarë dohate do të mbajt dhe na trego pak se qysh ka me qenë ky kampionat të zhvillohet edhe në Kosovë? Po, ne ishimi në kongres të Federatës Ballkanike në Turqi dhe Federata Europiane të gjitha shtetet përveç Kosovës, sepse jemi të barabartë aty, kanë bojt kampionatet dhe Kosova nuk kanë bojt në asë njëherë, prej pranimit ndërkombëtarisht 2015, dhe ata e kanë po që është një seriozitet, një masorizim kogja i madh me turin e Kosovës, ku kemi edhe gjyqtar ndërkombëtar, sepse nuk ka mundësi të zhvillohet kjo aktivitet pa gjyqtar ndërkombëtar, edhe aty ipet nota se si kemi kalu, na notën e kemi kalu si është mas miri, dhe na ka mundësu zyrtarisht që ne ta mormi. Federata Ballkanike përbohet prej 12 shteteve dhe ndërto është Kosova, ku do të jetë në Koçer, ku do të fillon me 5 qershor dhe do të mbaron me 7 qershor, dhe unë këtë rast ju shpreh gjithë qytetarëve të Kosovës të cilët kanë aktivitete të shkojnë në për pushime apo deri në aeroport, do të jetë mbyllur totalisht prej datës 5 deri me 7 qershor, sepse siguria e federatave, por edhe njerëzve shteteve të huja që vinë, dëshirojnë që të jetë siguri nivelit lartë. Dhe ne gjithmonë kemi afru këtë, por do të jetë 3 ditë rruga e mbyllur. Federata Ciklizmi me kombëtarin e vetë ka qenë pregaditje në Antali, është duke pregadit dhe fokusi jonë është në kampionati Ballkanik, ku para kësona do të kemi dhe turin e Shqipërisë që do të jetë 5 ditë, dhe këto do të jetë një pregaditje, para pregaditje, por testi kryesor është kampionati Ballkanik, që ndoshta të mirët për herë parë në historinë e ciklizmit të Kosovës edhe do një medalje. Okej. Synojmë. Po. Gjithmonë shpresat janë që shpresat, por edhe punëve të cilët me të vërtetë janë duke tregu një pregaditje të jashtëzakonshme, kur në Turqi kanë bërë mbi 7 gara dhe asnjë nuk ka kalu, të gjithë e kanë kry garën, do me thonë është shumë rëndësi dhe rankimi i tyne ka qenë 25, 60, 50 për 200 biciklistat. Do me thonë është nivel jashtëzakonshëm dhe shpejtësia ka qenë mbi 45 në orë. Dhe është, besoj,
vetëm të kenë shëndetin dhe besojmë që të kenë edhe pak fat. Po, fati gjithçysh na duhet gjithmonë, kështu që ju urojmë shumë fat. Mos se është sport shumë i rëndë dhe në 170 kilometra misil cirkit i komve është punë e madhe. 5 orë është edhe shpejtësia 50 km në orë është me të vërtetë shumë e madhe. Përgatitje shumë e mirë. Vetëm ai që është në bicikletë e din. Është sport shumë i rëndë dhe shumë i shtrenjtë. Ndërsa pastaj është edhe kampionati i Kosovës. Aty janë gjitha kategoritë dhe aty klasifikohen gjithë ciklistët më të mirë dhe përgatitja për turin e Kosovës elit dhe kampionati evropian dhe kampionati botror, ku besojmë që 1 ose 2 ciklistë shkojnë në kampionatin evropian, po ashtu edhe në kampionatin botror. Sepse mos ta lëshojmë trendin dhe kështu zhvillohet sporti në Kosovë, vetëm në arena ndërkombëtare. Ndërsa ju, zotërin Uhiu, e përmendët që edhe ju e përdojni bicikletën bollë shumë, sado që keni kohë, dilni për shembull në Ferizaj me bicikletë, shkoni në punë, apo e kryeni ndonjë punë me bicikletë? Po, ajo është prioritare edhe shumë shok kam profesora, doktora. Që e përdori bicikletën? Po, biznesmena dolin bashkë dieleve dhe kemi shumë, ka fillu shumë të madhe dhe bëjmë aktivitete brenda e jo vetëm sportive, por e bëjmë edhe aktivitete nga njëherë dhe humanitare, të cilën ne nuk i hapim para mediave, ajo janë çështje tona personale. Unë i falenderoj të gjitha ata shok që kemi mundësinë të dalim dhe ndihmojmë, por edhe dalim edhe për çef. I kemi ofruar Jezersin, tash është bërë një vend shumë i bukur i turizmit, edhe ciklizmi është edhe është një aktivitet turistik, kur na vinë prej Evropës, pse edhe ne mos shkojmë. Po, ju bjen u taku me turist, me të huj? Po, të them drejtën, shumë ju ndihmojmë. Në Ferizaj kur vinë, kanë probleme mekanike, bicikleta, besoni, familja jam është me tradit këtë profesion, edhe shumë ju ndihmojmë, dhe ndoshta edhe pa pagesë, mos bëhemi fort, është shumë reale kjo. Edhe shihen edhe në Facebook kur na falenderojnë shumë. Atër krejt turist që vinë, domethënë shumë shpesh po vekan edhe me bicikleta, i përdorin edhe bicikleta. Ka fillu shumë zhvillimi i turizmit edhe në Ferizaj. Shumë interesante. Brenda 3 viteve, drejtori i zhvillimit dhe i turizmit është një punëtor i jashtëzakonshëm, ka hapur edhe shtegun, ka rregulluar shtegun në Jezers dhe shtegun për BMX-a. Po. BMX është për fëmijë. Është shumë interesant. Komuna e Ferizajit ka filluar ndoshta pse jemi edhe na pjesë e saj, por me të vërtetë ka filluar me zhvillu edhe turizmin, por edhe ciklizmin së bashku. Po. Merrni komente nga tujt, nga turist, për shembull kur vinë dhe shohin që janë shtigjet, është ndoshta edhe relievi i mirë për ciklizëm, ose edhe si vend Kosova, çka i thojnë mas shumëte? Është pasionuese çfarë bukurie natyrore kemi, ndoshta shumë qytetarë nuk e di. Nuk është vetëm vetura, por është mirë me vozit bicikletën edhe me shku prej Prishtinës për Prevall. Çfarë bukurie të bukura, çfarë natyre bukur. Edhe turistët janë të pasionuar dhe janë shumë falënderues dhe kanë kënaqësinë përsëri të vinë. Është shumë interesant. Dhe ka njerëz që kanë orë speciale edhe me na po pastaj. Edhe kemi një bashkëpunim shumë të jashtëzakonshëm edhe me KFOR-in amerikan, me ushtrinë amerikane. Është shumë interesant. Vinë edhe ata me bicikleta? Vinë me bicikleta, qëtu në diell kemi një aktivitet me ta dalim dhe kur kanë aktivitete për ditë pavarësisë tyne, kemi bërë edhe shumë aktivitete më hershme për katër korrekt pavarësinë në Amerikë. Ne do të minderu shumë dhe falenderojmë që gjejnë kohën e mundësinë që të jenë me ju bashkangjitë neve si federatë, si klub, por edhe si qytetarë. Ndërsa për shembull dikush që nuk e ka përdorur asnjëherë bicikletën, edhe tash është të na kthyer në intervistë, apo thotë që s'ka heqa? S'ka, ndoshta gjeniz femërore, po ka nisur shumë gjenia femërore me vozit bicikletën, është një koincidencë. Po vreni interesime? Po, shumë. Po mirë është. Nuk besoj që ka që thotë s'moj me vozit ose s'di me vozit. Së thash, qka duhet me thonë që me i motivu të është na që ata që me ka bicikletën edhe quk me dojnë dhe në qëta të së Ai që nuk din të është ta ka shumë si pas teje, po nuk besoj, hadi Lidjen
Le të lajmërohet në Federatën e Ciklizmit, besojmë kemi sportistë që mësojnë edhe ka shtigje ku që ka qetësi edhe ka siguri për me ardhë. Po. Pa problem. Unë e di edhe për vetës, edhe ne kom përdorë bicikletën një kohë, kështu që e di që ka qenë të shtapë frika ma e madhe me dalë në trafik, në komunikacion tek veturat me vëzit bicikletën. Kështu që dirisa e kom bo zavrën nguri edhe dirisa kom dalë vetë, po mande e kom pa që okej, nuk qenë ka fështirë. Besoni, ndoshta gjithmonë frika, fobia, njerëzit kanë fobi, po është mirë mu mësu. Në vëzit biciklën, në vëzit sa më shumë. Në rrugë, në trafik ku ka kere. Në trafik ku ka shumë semafora. Po. Se aty më shumë të ndodhin problemet. Ndolja, pastaj, po ata që kanë bicikleta sportive janë shumë se kanë disa pajisje të këpusve mrenda, aty mrap për funi, dhe ata kanë probleme po më ndolën veturat. Me njëherë është problem deri sot të heq prej pedales. Po kështu qytetarë nuk ka problem. E dim që kështu si popull e kemi pas tradit ko gjatë lashtë ciklizmin, Peja, Gjakova. Peja, Gjakova, por në Shqiptari Shkodra ka qenë top, edhe është sot. Edhe është halja, po. Bretresha e Hollandës ka uzinat ko biciklet në Shkodrë, dhe me thonë është një traditja e zakonshme, po ka rota është tradita se edhe Tirana ka pas, po besoni tash trafiku ka zhvillu shumë i madhë dhe ka probleme edhe në Tiranë, vetëm Shkodra ka metë, Gjakova, Ferizaj, Prishtina në Shqiptari, por është shumë interesant edhe në Shkup ka nisë më zhvillu ciklizmi me të madhe. Po nështë ta që tash mesazhi ma i mirë me ju thanë që ushtrojtu nafta, merreni bicikletën, edhe dilni me bicikletë. Unë në base kam biznesi me këtë punë, nuk i bjen veç po shife që jo do shkuën qytetaria pa tjetër me marë bicikletën, me vëzit. Tash më herët është pjesë ekonomike, është transport dhe s'ka hargjime. Energjia këthejet, 1.000-2.000 kalori mi argjuhet në nevojitet neve, pa hom shumë baklava. Me tret, ushqimin e tepët. Zotrinu, ju faleminderit shumë që keni uarë sot në #gjese, e gjithashtu i përmendëm pak edhe aktivitetet, kampionatet që kanë me u bajt, e falem edhe për ciklizmin për gjithësi. Është e raport që vi në këtë televizion, dhe unë ju falenderoj shumë, e përshëndet bashkëshortin shumë. Kalove mirë. Kum kalu mirë, pak emocione, sepse hi raport unë kam dëshirë që t'jemi përsëri së bashku, por t'jemi edhe pranë ciklizve live, dhe unë ju falenderoj shumë, kjo ftesë ka qenë edhe një sensibilizim për të ardhmen, edhe për që të gjithë qytetarët të mirën me sport, por edhe me ciklizëm. Faleminderit shumë edhe juve që keni uarë sot, paka shumë këtë mëngjes e kaluam bashkë dhe falem për shëndetin e njerit edhe ciklizmin, kështu që po ju uroj shumë fat edhe shëndet, edhe shlihen edhe irave tjera. Ishte knasi shumë, faleminderit shumë.